Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A2 Sot. Besimtarët e krishterë në të gjithë botën ngremtojnë sot festën e Krishtlindjes, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të besimit të tyre. Qindra besimtarë katolikë u mblodhën mesnatë në katedralin e Shën Palit në Tiranë për meshën tradicionale të Krishtlindjes, ndërsa për besimtarët ortodoks ajo u zhvillua mëngjesin e 25 dhjetorit në katedralen Ringjallja e Krishtit. Mesha u drejtua nga imzot Arjan Doda, i cili ndër tjera i ndari mesazhet e tij edhe te vendet që po përjetojnë luftra, ndërsa bëri thirrje që të ecet përpara me gëzim dhe shpresë përballë çdo zhgënjimi njerëzor. Kreu i Kishës Katolike, Arqipeshkvi Metropolitan Arjan Dodaj uron mbar besimtarët për festën e Krishtlindjes. Në një intervistë për Radio CNN, Monsinjor Dodaj tregon se çfarë përmban mesazhi i këtij viti, i cili ka marrë plot 365 ditë për hartimin e tij. Arqipeshkvi drejtohet politikës për të mbështetur të rinjt, veçanërisht këtyre të fundit, për më shumë kurajo, ndërsa familjeve dhe prindërve u sugjeron dhuratën e këtyre Krishtlindjeve. Ndjeki materialin e përgatitur nga gazetarja Ornela Joti. Krishtlindja është një nga festat më të veçanta për besimtarët e krishterë në mbar botën. Atmosfera dhe simbolika e Krishtlindjes ndihet veçanërisht në kisha, por edhe në zbukurimet festive në rrugë dhe sheshe. Arqipeshkvi Metropolitan për Tiranën dhe Durrësin, imzot Arjan Dodaj, në një intervistë për Radio CNN tregon për rëndësinë e festës, mesazhin që përcjell Krishtlindja, por edhe për mesazhin e tij për mbar besimtarët shqiptar dhe jo vetëm. Monsinjor Arjan Dodaj, jemi në atmosferën e Krishtlindjeve, por çfarë është kjo ditë? A është kjo dita më e veçantë për besimtarët e krishterë? Festa e Krishtlindjes është kaq e bukur saqë gërshetohet në mënyrë universale. Në fakt në mbar botën, shenjat e lindjes së Krishtit janë të dallueshme, qofshin ato vende të krishtera apo qofshin ato vende muslimane. Krishtlindja në fakt është dhurata që Zoti i bën njerëzimit duke i dhuruar birin e vet. Atëherë shohim se si edhe realitetet institucionale, nëse shohim për shembull institucionet e ndryshme perëndimore, po vija re në intervistat e këtyre ditëve o të Shtëpisë së Bardhë, o në Parlamentin Evropian, ose në qeveritë për shembull atë italiane, janë të gjitha të shënuara nga shenjat e kësaj kohe, që është pikërisht ardhja e Jezusit. Arqipeshkvi thotë se mesazhi i Krishtlindjeve është i ndryshëm nga viti në vit. Ai shkruhet nga veti imzot Arjan Dodaj, referuar aktualitetit shqiptar, problematikave që ka hasur shoqëria gjatë një viti, sfidat dhe pritshmëritë. Mesazhi që jep Kisha Katolike është mesazhi i Ungjillit dhe është një mesazh që prek tërësinë e njerëzit, nga ngjizja e tij deri në amshim. E kështu që mesazhi që jep Arqipeshkvi është me të vërtetë një mesazh që aktualizohet në kontekstin ku po jeton shoqëria, pasi zëri i Kishës do të dëshiron të jetë një zër drite dhe ndërgjegjësimi, e dëshiron të jetë mbi të gjithash një fjalë për familjet, ato më në vështirësi, më në nevojë, një fjalë për të rit, që të zbresin nga skurajimet e tyre, por dhe ndoshta nga çdo formë edhe mediokriteti apo dembelizmi, por në të njëjtën kohë edhe nga çdo realitet që i pezmaton sipas atyre dritave që pastaj papritur fikën e ngelen të humbur, të zbresin e ta jetojnë jetën, t'i përveshin mëngët, ta pranojnë sfidën e sotme dhe të ndërtojnë të ardhmen që ëndërrojnë. Jeta, kombi, populli ju përket atyre. Monsinjor Dodaj zbulon se mesazhi i tij në këto Krishtlindje i kushtohet në mënyrë të veçantë të rinisë dhe politikave mbështetëse ndaj tyre, ndërsa shpreh shqetësimi se rritja e çmimeve në të gjithë sektorët dhe kurajimi i tyre për të krijuar familje, po i largon të rinjt gjithnjë më shumë nga Shqipëria. Vështirësitë që ato hasin e përjetojnë dalin në mënyrë tashmë si ofsham, të natyrshme ndaj të cilave shpeshherë kërkush nuk vjen re. Si mos vihet re për shembull çmimi i jetës që është aq i rritur në Tiranë, nëse vihet re, çmimet janë më të larta se në Romë.
në jetën e përditshme, shkojmë në një mërkat, bëjmë pazarin, një familje, unë nuk e di si a del më arrit në fund muajit. Si mund të dali njëri që do të paguajë qiran, do të ketë shpenzimet e veta për universitetin, përballë pastaj një bote të shfrenuar që jeton në mënyrë paralele gjithmonë në kontekstin ton, ku luksi, ekstremi shpenzimeve, bëjnë me kriju komplekse sociale. Si mund të jetohet atëherë? Njëri thotë, unë këtu nuk ndjehemi përshtatshëm. Atëherë duhet më u fut pak në xhepin, do të thosha me të vërtetë në xhepin e trive. Pavarësisht komercializimit të Krishtlindjeve nga viti në vit, arqipeshkvi flet për dhuratën e vërtet që duhet i bëjnë fëmijëve dhe njëri tjetrit në familje. Monsinjor, çfarë do t'i sugjeronit prindërve për të bërë dhuratë këto Krishtlindje fëmijëve të tyre? Mendoj që duhet rizbulojnë dhuratën që ata janë për njëri tjetrin. Nuk mund të zëvendësojmë atë që jemi me gjërat që japim. T'japim më shumë kohë për fëmijët tanë, për prindrit tanë, për gjyshrit tanë, për miqt tanë. Kjo është dhurata më e çmuar sot. Unë mendoj që një ndër dhuratat më të çmuara që po humbin është ajo e kohës, që nuk kthehet. Kreu i Kishës Katolike nuk e fsheh faktin se këtë vit qytetet në Shqipëri dhe veçanërisht Tirana kanë qenë më të vakta në dekor dhe festime. Monsinjor Arjan Doldaj shprehet falenderues veçanërisht ndaj të rinjve të cilët gjatë meshave dhe ceremonive të ndryshme fetare, si në këto Krishtlindje, përbëjnë pjesën më të madhe të besimtarëve. Krishtërimi është të hecësh kundër rrymës, por të hecësh pro popull, pro jetë, pro familje, pro të ardhme. Këndime dhe mesazhe shprese dhe begatie janë shpërndarë në gjitha kishat e vendit, katolike dhe ortodokse, në meshat e posaçme që janë mbajtur për lindjen e Jezu Krishtit. Qindra besimtar katolik në Shkodër, një nga qytetet simbol të besimit katolik në vendin ton, kanë kremtuar në mesnat momentin më të rëndësishëm të besimit të krishterë, lindjen e Jezu Krishtit. Arqipeshkvi Giovanni Peragin, që drejtoi meshën e Krishtlindjes, përcolli me mesazhe shprese me lindjen e Jezu Krishtit, duke ju kërkuar besimtarëve që të bëheshin ato shpërndarës të kësaj shprese mes njerëzve dhe shoqërisë. Dhe sot në këtë natë kuptojmë se burimi i vërtetë i çdo shprese nuk është një ide apo një projekt njerëzor, por është një shpresë që ka një fytyrë, ka një histori. Është një person, pikërisht Jezu Krishti. Ne, të gjithë ne, jemi shumë. Si katolik të Shkodrës, do të jemi dritë e gjallë në këtë qytet, të sjellim ngrohtësi, shpresë dhe jetë në një shoqëri shpesh të shënuar nga varfëria materiale dhe edhe më shumë nga varfëria morale, nga padrejtësitë, nga dhuna dhe shqetësimet e të rinjve. Edhe në katedralen e Korçës, qindra besimtarë ortodoks kanë kremtuar lindjen e Krishtit. Pas meshës së posaçme, besimtarët kanë ndezur zuqërinj dhe janë lutur për paqe dhe begati. Mesha për lindjen e Krishtit ka patur në të gjitha kishat e vendit, katolike dhe ortodokse. Pavarësisht shiut dhe motit ftohtë, mira njerëz u mblodhën në sheshin e Shën Pjetrit për të ndjekur meshën e mesnatës në këto Krishtlindje të para të Papa Leonit 14 që nga zgjedhja e tij. Aty shenjë doli për të përshëndetur turmën përpara se të fillonte shërbesa. Në ekranin e madh, Papa Leoni 14 tha se i admironte ata që dolën në këtë mot dhe i falenderoi që ishin aty. Në bazilikën e Shën Pjetrit ka pasur një atmosferë festive dhe kreu i Vatikanit theksoi se mesazhi i Krishtlindjeve është ai shpresës. Ndërsa njerëzimi kërkon të bëhet Zot për të dominuar të tjerët, Zoti zgjedh të bëhet njeri. Për të na çliruar nga çdo formë skllavërie, ishte mesazhi i Papës në Mesh. Ai pritet t'ia botës mesazhin e tij Urbi et Orbi, në të cilën pritet të theksojë rëndësinë e paqes dhe dialogut.
Ndërkohë pritet dhe mesazhi Urbi et Orbi që ati i shenjtë Papa Leoni XIV mban në Vatikan, siç është tradita. Papa po drejton pikërisht një meshë që quhet ndryshe Mesha e Krishtlindjeve, pra ka filluar që në orën 10 mëngjesit, duke shënuar në fakt një ndryshim të rëndësishëm nga kohët e fundit, që nga pontifikati i Palit VI, papët në përgjithësi e kishin besuar këtë kremtim një kardinali, duke rezervuar bekimin Urbi et Orbi për veten e tyre në mesditë. Papa i fundit që kremtoi meshën gjatë ditës në vitin 1994 ishte Gjon Pali i dytë. Në orën 12 pritet të shfaqet edhe në Loggia delle Benedizioni për mesazhin Urbi et Orbi, një mesazh që do të jetë për gjithë besimtarët shqiptar katolik edhe në gjuhën shqipe. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato. Vatikan, ku Papa Leoni XIV po zhvillon meshën e Krishtlindjeve që nga ora 10 e mëngjesit, në fakt duke thyer edhe një ritual 30 vjeçar, ku në fakt këtë meshë e zhvillonte një kardinal, ndërsa rezervonte pikërisht Papa të drejtën për bekimin Urbi et Orbi, pra për veten e tyre në mesditë. Është përmbysur kjo gjë, dhe shikojmë pra pikërisht pamje fantastike tashmë, ndërsa siç theksuam në orën 12 do të jetë edhe bekimi, siç quhet ndryshe, Urbi et Orbi, mes të tjerash edhe në gjuhën shqipe për gjithë besimtarët katolik shqiptar. Krishtlindjet janë festuar edhe në Kosovë. Peshkvi i Kosovës, Imzot Dot Gjergji, në meshën për këtë ditë shënuar, bëri thirrje për harmoni dhe paqja. I pati edhe një mesazh të veçantë për klasën politike, duke theksuar se vendi duhet të ketë stabilitet politik, teksa pas 3 ditësh do të votohet për zgjedhjet parlamentare. Bota sot po përballet me frikën e shkatërrimit, pasi ka mbetur pa dashuri. Po flet me gjuhën e urrejtjes, po arsyeton me forcën e armëve, sepse e ka humbur fuqinë e arsyes dhe po merr vendime sipas interesave të fortëve e jo sipas drejtësisë dhe të vërtetës. E ndjej të nevojshme t'juftoj që në zgjedhjet e pas Krishtlindjes të jemi të përgjeshëm për të marrën vendimin sipas ndërgjegjës e për të restauruar gjendjen në të cilën kemi jetuar vitin që kalon pas, duke kryer obligimin qytetar ashtu siç duhet. Pasi kështu,
do të kontribuojmë të gjithë që vendi ynë të ketë një stabilitet të qëndrueshëm politik, të përshpejtoj hapat e drejt familjes evropiane dhe të ruaj vlerat bazike të shoqërisë tonë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski në fillimin e tij të Krishtlindjeve tha se vendi i tij ka nevojë për paqe, ndërsa lufta me Rusinë po vazhdon. Ai nënvizoi se gjithë bota uron vdekjen e Putin dhe akuzoi Rusinë për nisjen e sulmeve masive. Ne festojmë Krishtlindjet në një kohë të vështirë. Mjerisht, jo të gjithë jemi në shtëpi, jo të gjithë kemi ende një shtëpi dhe për fat të keq, jo të gjithë janë me ne sot. Megjithatë, pavarësisht të gjitha vështirësive të sjella nga Rusia, ajo është e paaft të pushtojë ose bombardojë ato që ka më shumë rëndësi. Kjo është zemra jonë ukrainase, besimi ynë tek njëri tjetri dhe uniteti ynë. Jemi të lumtur kur dëgjojmë muzikën e Krishtlindjeve, por edhe më të lumtur kur nuk dëgjojmë muzikën e së keqes, kur nuk dëgjojmë dron dhe raketa që fluturojnë sipër kokës. Në prag të Krishtlindjeve, rusët treguan edhe një herë se kush janë në të vërtetë. Bombardime masive, qindra dron Shahed, raketa balistike, raketa Kinjal, gjithçka u përdor. Kështu sulmojnë njerëzit e pa fe, kështu bëjnë ata që nuk kanë absolutisht asgjë të përbashkët me krishtërimin apo me asgjë njerëzore. Sot të gjithë ndajmë një ëndër dhe bëjmë një dëshirë së bashku, u shoft Vladimir Putini. Secili prej nesh mund të mendoj privatisht, por kur i drejtohemi Zotit, sigurisht kërkojmë më shumë. Ne kërkojmë paqe për Ukrainën, ne luftojmë për të dhe lutemi për të. Хто на фронті, щоб повернулися живими. Rritja ekonomike e Shqipërisë mbetet nën pritshmëri si në sasi ashtu edhe në cilësi, duke u mbështetur në pak sektor dhe pa ndikim të dukshëm në mirëqenie. Ekspertët paralajmërojnë se pa një ndryshim të modelit ekonomik, vendi rrezikon të mbetet në një tavan rritjeje nën 4%. As në sasi e aq më pak në cilësi, rritja ekonomike e vendit nuk po kënaq asnjë nga kushtet. Me prodhimin e brendshëm bruto që po zjerohet poshtë nivelit 4% nga njëra anë dhe faktin që rritja po mbështetet vetëm në pak sektor nga tjetra, Shqipërinë e presin ditë të vështira përpara. Tashmë kërkohet ajo që quhet një rritje ekonomike cilësore. Rritje ekonomike cilësore do të thotë që kontributi në rritjen ekonomike të vijë nga sektor me performancë të lartë, siç janë sektorët industrial me teknologji moderne, siç janë shërbimet financiare, bankare ose të kësaj natyre. Vendi duhet të tejkaloj veten të paktën në një drejtim atë të modelit ekonomik. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon se së paku deri në 2029 rritja ekonomike nuk do e kaloj nivelin 3.5%. Për vende si Shqipëria, natyrisht që quhen akoma vende në zhvillim, është e preferueshme që rritja ekonomike të jetë paktën në intervalin 5 deri 8% për të dhënë një impuls shumë të madh në të gjithë këto elementë që përmendëm. Me Shqipërinë që për shkak të politikave të ndjekura rrezikon të ndërtojë mbi kokën e vet një tavan që nuk e lejon të rritet më shumë, ka shumë pak vend për optimizëm për më shumë mirëqenie. Më optimiste janë pritshmëritë në drejtim të çmimeve. Pas gati 3 vitesh krizë, inflacioni sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar do të qëndrojë brenda objektivave të dëshiruar në 5 vitet e ardhshme, por edhe ky skenar rrezikohet nga zhvillimet që ndodhin në botë. Fakti janë skenar tashmë të njohur dhe të provuar, nuk përbën në një habi që një konflikt i këtyre përmasa dhe në këto lloj zona mund të sjellë pastaj zinxhir një sër fenomenesh, duke filluar nga inflacioni, por jo vetëm inflacioni, edhe nga cënimi i rritjes ekonomike në disa vende, edhe nga investimet e huaja direkte, edhe nga bilancet tregtare të këtyre vendeve dhe kështu me radhë. Sipas Bankës Botërore, me një rritje ekonomike prej mesatarisht 4%, Shqipërisë do t'i duhen rreth 36 vite që të arrijë mesatarin e të ardhurave për frym të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, nëse do të ndiqet kjo ecuri e shënuar deri në shtator, vendit do t'i duhen më shumë se 4 dekada për të arritur këtë objektiv. Rusia ka fituar përsëri influencën e dikurshme në Siri. Presidenti Putin ka pritur përfaqësues të qeverisë siriane në Moskë. Bisedimet mësojnë se janë përqendruar në bashkëpunimin në fushën e armëve.
Ndërkohë sundrimtari i ri i Sirisë në fakt po kërkon njohje globale dhe dëshiron të shihet si moderuar. Një bashkëpunim i heshtur dhe sekret, por e fillon mes Rusisë dhe Sirisë. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, dy ministra të qeverisë kalimtare islamiste në Siri u pritën në Moskë nga presidenti rus Vladimir Putin për bisedime. Ministri i jashtëm Asad al-Shabani dhe ministri i mbrojtjes Muraf Abu Kasra diskutuan me Putin çështje politike, ushtarake dhe ekonomike me interese të përbashkët, raportoi agjencia shtetërore siriane e lajmeve SANA. Fokusi veçantë ju kushtuar bashkëpunimi strategjik në industrinë e mbrojtjes. Sipas mediave siriane, u diskutuan mundësitë për zhvillimin e partneritetit ushtarako-teknik. Qëllimi është të forcohen aftësitë mbrojtëse të ushtrisë siriane dhe të mbahet ritmi me zhvillimet moderne në industrinë e armëve. Në mënyrë specifike, diskutimi do përqendrohen në modernizimin e pajisjeve ushtarake, transferimin e njohurive teknike dhe bashkëpunimin në kërkim dhe zhvillim. Kjo do të kontribuonte në forcimin e sistemit të mbrojtjes kombëtare dhe promovimin e sigurisë dhe stabilitetit në Siri dhe rajon. Kjo është vizita e fundit në Rusi nga përfaqësues së lartë udhëheqës së re siriane që nga përmbysja udhëheqësit sirian Bashar al-Assad, i cili sundoi Sirinë me grusht të hekur për vite me radhë dhe zhytja atë në një luftë civile gati 14 vjeçare. Milicia islamike dhe grupet e saj alate pushtuan Damasku më 8 dhjetor 2024. Assad më pas u largua në Rusi. Presidenti i përkohshëm Ahmed al-Shara, i cili ka kultivuar një imazh më të moderuar që kurmoi detyrën janar, po kërkon njohje ndërkombëtare. Al-Shara foli për herë të parë me Putin në telefon në muajin shkurt. Ministri i jashtëm udhëtoi për Moskë për herë të parë në korrik dhe shpreh interesin e Sirisë për forcimin e marrëdhënieve dypalshe. Rusia dhe Irani ishin aleat kryesorë të Assadit në luftën civile siriane. Moska ndroi në luftën civile në vitin 2015 ku mbajti anën e trupave të Assadit. Ushtria ruse kreu sulme erore në zonat e mbajtura nga rebelët. Deti mes dhe vion të jetë skene tragjedive të mëdha, bëhet e ditur se një anije me 117 persona është mbytur. Anija u nis nga Libia më 19 dhjetor dhe më 21 dhjetor disa peshkatarë tunizian gjetën një person që mund të jetë i vetmi i mbjetuar. Një tragjedi ka ndodhur në detin Mesdhe. Bëhet e ditur se një përmbytje e re në Mesdheun qendror pranë brigjive të Libisë u ka marrë jetën 116 personave. Lajmi fillimisht është bërë i ditur nga OJQ-ja gjermane Sea-Watch, duke cituar raporte nga Alarm Phone, një rrjet ndërkombëtar aktivistësh dhe vullnetarësh që drejton një linjë telefonike emergjence për emigrantët në vështirësi gjatë kalimit të Mesdheut. Organizata u informua më 19 dhjetor se një anije ishte nisur nga porti libian i Zuavrës me 117 persona në bord. Ne u përpoqëm vazhdimisht kontaktonim anijen nëpërmjet telefonit satelitor për pas sukses, raporton Alarm Phone. Në mbrëmjen e 21 dhjetorit morëm informacione se peshkatarët tunizian kishin gjetur një të mbjetuar të vetëm në një varg druri. Personi thuhet se kishte deklaruar se ishte nisur nga Zuara dhe se ai ishte i vetmi mbjetuar. Më 21 dhe 22 dhjetor, ta shoqëruar të adhërojë bërtetare libiane dhe tuniziane, na thanë vazhdimisht se nuk kishin lejuar askënd të zbrisë gjatë këtyre ditëve. Për më tepër, as kërkimet ajrore të kryera më 20 dhe 21 dhjetor nga ajri nuk gjetën asnjë gjumë të anijes. Ne vazhdojmë të kërkojmë informacione të mëtejshme dhe shpresojmë se nuk është e vërtetë që ka vetëm një të mbjetuar, përfundon deklarata. Nëse kufit do të ishin të hapur, këta njerëz ndoshta nuk do të ishin të detyruar të kalonin Mesdheun. Ne kërkojmë përgjigje e tëra çfarë duan për Krishtlindje janë kufit të hapur, deklarojnë mbrojtësit e të drejtave të emigrantëve. Pavarësisht se Gjykata Supreme e SBA-ve është kryesisht republikane, presidenti Donald Trump ka pësuar një humbje përballë saj. Çështja ka të bëjë me vendosjen e trupave amerikane në një qytet të madh amerikan. Kjo shënon humbjen e rrallë për administratën amerikane. Gjykata Supreme e SBA-s ka bllokuar planet e presidentit Donald Trump për dërguar trupat e gardës kombëtare në qytetin e Chicagos. Gjyqtarët me antivendime refuzuan të heqin një urdhër gjykate më të ulur që bllokonte vendosjen e trupave. Kjo shënon një humbje të rrallë për administratën para gjykatës kryesisht konservatore. Trump ka vendosur gardën kombëtare në disa qytete të tjera të udhëhequra nga demokratët, duke shkaktuar akuza për përdorim të forcës ushtarake kundër kundërshtarëve politik. Qeveria amerikane i bëri thirrje gjykatës së lartë për të autorizuar vendosjen e trupave, ndërsa betejë ligjore vazhdon. Kjo justifikon nevojën për vendosjen e trupave në qytete si Chicago, Portland dhe Los Angeles, duke përmendur mbrojtjen e pronës dhe personelit federal. Trump dhe aleatët e tij përshkruajnë këto qytete si të paligjshme dhe të përfshira nga protestat të dhunshme. Kryetarët e bashkive dhe guvernatorët demokrat e hedhin poshtë këtë si një keq interpretim dhe një pretekst për abuzim me pushtetin. Një gjyqtare federale në Chicago e kishte bllokuar përkohësisht vendosjen e trupave më 9 tetor. Ajo gjeti pretendimet për dhunë protesta të pabazuara. Nuk kishte prova për një kryengritje apo për shkelje të zbatimit të ligjit. Vendosja e gardës kombëtare vetëm do të hidhte bezin zjarrit, deklaroi gjyqtarja, e cila u emërua nga ish presidenti Joe Biden. Një gjykatë apeli mbështeti vendimin e saj.
ndaluar një automjet për tejkalim shpejtësie, për të parë që në drejtimi ishte një person i veshur si Santa Clausi. Ndjekim pamjet pa koment. Santa. CCW. I'm not going to move until I can say again. Santa has a CCW? Yes, sir. You have to. Times are rough. You got to protect me. Are you? What's the last name? Yeah. So, you know why I'm stopping you? I was looking down. I didn't check. Okay. Yeah. I have no clue. So I had. Speed limit is 55. Yep. There's a lot of deer out here, a lot of people that are pulled right out in front of you. So your reaction time is not as good as 55, correct? Santa, do you have your driver's license out? Can I get out? You sure can. Lower your Rudolph on you. Mirë, ishte gjithçka për Radio Sot, ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare adycnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.